Përshëndetje TikToku. Ja pra ritakojmë sërish për prezantimin e motorit të radhës. Sot kemi Honda Pantheon 125 kubik vitit 2008. Pra, një motor i prodhuar enkat për qytet, një motor i prodhuar dhe për trupat mëdhej të gjatë dhe të shëndosh. Jo si puna ime se unë nuk jam i shëndosh, por nëse gjithsesi. Atëherë, Honda Pantheon është miku juaj më i mirë për lëvizje në qytet dhe për parking kollaj që mund t'i bëni këtij motori. Një motor me një autonomi prej 3 litrash për 100 km do bëhet miku juaj më i dashur dhe me këto motor do kënaqeni seriozisht. Është një motor që është me një telajo mjaft të ingraduar, prodhimi vitit 2008, seria e fundit e këtij motori që ka prodhuar Honda. Vërtet që është një motor splendabël, një motor shumë i shkëlqyer, ka një shalë goxha të madhe, një bagazh goxha të madh, gjithashtu ka dhe koshin të cilin mund ta përdorni për sende juaja personale. Është me targa, me letra, me dokumenta, gomat Pirelli Angel Scooter, gjithë shërbimet e bëra tek Ultimoto. Pra, është një motor shumë i mirë për ju, duke qenë se është shumë praktik, i lehtë, ngjitet me patent makine. Për gjithë ata që kanë një patent makine, mund ngasin një motor të tillë 125 kubik dhe për më tepër peshat e rënda dhe ata që janë gjatë që nuk mund të përshtaten me çdo lloj motori. Vjen me një çmim promocion. Vjen me çmimin 1.700.000 lekë i diskutueshëm. Ndaj, të gjithë ju që po kërkoni motor, blerjet më të mira bëhen tek mekaniku juaj. Ndaj nxitoni, janë okazione që nuk zgjasin shumë. Numri i telefonit do jetë në postimin për katës. Ndaj ju përshëndes.